Dhe me thonë ai nuk ka marrë pjesë në atë akt fare hiq me trupin e tij, por ka thonë një gjithë fjale, hiqja kokën, apo ka bo me shenjë, ai meriton të vritet. Ki person kur di del para Allahut xhelle shanuhu, te balli i tij do të jetë i shkruar, i larguar, i pashpres nga mëshira Allahut subhanahu wa ta'ala. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Falënderimi I takon vetëm Allahut xhelle shanuhu, krijuesit të gjithësisë. Salavatet dhe selamet tona ja dërgojmë pejgamberit ton Muhammedit, lavdërimi, mirësit, begatit e Allahut xhelle shanuhu qofshin mbi të. S'ka dyshim se atë të cilin Allahu xhelle shanuhu në rrugë të drejtë e udhëzon, nuk ka kush që nga ajo rrugë ta humb e ta lajthit. E atë të cilin Allahu xhelle shanuhu me të drejtën e tij, butësinë dhe urtësinë e tij e humb, nuk ka kush që e udhëzon. Fjalët më të mira janë ato të Allahut xhelle shanuhu në librin e tij famëlart. Udhëzimi më I mirë është udhëzimi I pejgamberit ton Muhammedit sallallahu alaihi wasallam. Kinse veprat e kota të sherrit të këqija janë ata të cilat I shpikin njerëzit. Veprat të tilla në Islam quhen risi apo bidate. Ato tek Allahu xhelle shanuhu jo vetëm që spranohen, por ato çojnë në humbje. E më pastaj humbja çon në zjarrin e xhehenemit, Allahu të gjithëve nga ai na mbroft. Vëllezër të dashur, ja pra akoma jemi duke folur rreth 7 mëkateve të mëdhaja, ku sot me radhë është mëkati I tretë. Dhe thua ki mëkat me çka ka të bëj? A ka të bëj me diçka
që njerëzit fare nuk ja vën veshin, apo ka të bëjë me diçka që Allahu Gjelleshanuhu e ka ngritur shumë lart, dhe ajo është mbytja e dikujt pa kur far të drejte. Edhe ki pra është mëkat i madh. Pra para kësaj folëm për shirkun, e pastaj folëm për magin, e ja pra tash mëkat i tretë është mbytja e dikujt pa kur far të drejt. Kjo fe islame gjakun e çdo njeriut e ka çmuar shumë dhe e ka mbrojtur, dhe mu për të Allahu Gjelleshanuhu e dërgoj edhe pejgamberin ton Muhammedin sallallahu alaihi wasallam që mos të ketë gjakderdhje në tokë. Dhe Allahu Gjelleshanuhu thot në Kur'an: وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا. E ai I cili mbit një musliman pa kur far të drejte, shpërblimi I tij, vendi I tij është xhehenemi I përhershëm. Dhe Allahu Gjelleshanuhu e dita është wa ghadiba Allahu alejh, dhe Allahu është I hidhruar, është I zemruar ndaj këtij personi. E treta wa la'anahu, dhe e ka larguar Allahu Gjelleshanu atë person nga mëshira e tij. Wa la'anahu. E katërta wa a'adda lahu 'adhaban 'azima. Katër kërcënime nga Allahu Gjelleshanuhu për atë person I cili mbyt një musliman pa kur far të drejt. Do të jetë në xhehenem I përhershëm. Allahu Gjelleshanuhu është I zemruar ndaj tij. E dita, e treta, Allahu Gjelleshanu e ka përjashtuar nga mëshira e tij. Dhe e katërta, për të Allahu Gjelleshanuhu ka përgatitur një dënim shumë të madh. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam me një hadith thot: inna awwala ma yuqda bayna an-nasi yawm al-qiyamati fi ad-dima. Gjëja e parë që Allahu Gjelleshanuhu do t'i merr njerëzit në pyetje ditën e gjykimit, do të jetë çështja e gjaqeve. Do të jetë çështja për mbytjet. Përse e ke mbyt filanin? Përse more pjesë në mbytjen e filanit? Pa marrë parasysh, është musliman apo jo musliman? Ne e kemi ndëgjuar dhe hadithin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam ku thot që Allahu Gjelleshanuhu së pari do t'i merr njerëzit në pyetje për çështjen e namazit. Por këtu në këtë hadith thot Allahu Gjelleshanuhu do t'i merr njerëzit në pyetje në ahiret për çështjen e gjakut. Dhe me thonë përse ka mbyt njerëz. A mund të bazohen këto hadithe? A mund t'i bashkojmë dhe që japim një kuptim? Po. Sa I përket hadithit që pejgamberi sallallahu alaihi wasallam thot që së pari do të pyeten njerëzit apo muslimanët, do të pyeten ditën e gjykimit për çështjen e namazit. Kjo është në rregull, hadithi vërtet. Por këtu thot do të pyeten për çështjen e gjaqeve. Hadithi I cili bën fjalë për namazin, ai është obligimi apo haku I Allahu Gjelleshanuhu, që robi duhet t'ia jep hakun Allahu Gjelleshanuhu. Kjo është për namazin. Kurse haket e njerëzve në mesin e tyre është do me thonë për gjaqet. Do me thonë sa I përket obligimeve ndaj Allahut Gjelleshanuhu që I kemi, për herë të parë do t'i japim llogari për gjaqet që I kemi ndaj Allahu Gjelleshanuhu, do t'i japim llogari për namazin. Kurse çka kemi për njerëzit që I kemi mbyt apo kemi marr pjesë në mbytjen e tyre, edhe kjo është prej atyre të parave që do të na merr Allahu Gjelleshanuhu në llogari. Me një hadith tjetër thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam: men a'ana ala qatli mu'minin bi shatri kalimatin
Laqiya Allaha yawma al-qiyamati maktuban bayna aynayhi aisun min rahmatillah. Ai person i cili merr pjesë të mbytja e një muslimani me një gjys fjale merr pjesë të mbytja e një muslimani. Do me thonë ai nuk ka marr pjesë në atë akt fare hiç me trupin e tij, por ka thonë një gjys fjale, hiç ja kokën, apo ka bë me shenjë, ai meriton të vritet. Ki person kur di del para Allahut xhelle shanuhu, te balli i tij do të jetë i shkruar, i larguar, i pa shpresë nga mëshira Allahut subhanahu wa ta'ala. Thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, inna Allaha aba alayya man qatala mu'minan. Allahu xhelle shanuhu nuk ma pranoi duan dhe nuk më la që të bëj dua për atë person, apo të ndërmjetësoj për atë person i cili qka ka mbyt një besimtar. Dhe me thonë edhe besimtarin, por sa i përket edhe jo besimtarit, ku pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e thot, men qatala muahidan lahu dhimmatullahi wa dhimmatu rasulihi faqad akhfara dhimmat Allah. Ai i cili e mbyt muahid është ai jo besimtar i cili jeton në mesin e muslimanëve, ku mes shtetit islam dhe atyre jo besimtarve që jetojnë në mesin e muslimanëve ka një farë marrëveshje, që ato do të jenë të sigurt, ato do të jenë të rehatshëm, por bile dhe musliman dhe shteti islam do të kujdeset për ato njerëz muahid që jetojnë në mesin e muslimanëve. E një prej muslimanëve qohet dhe e mbyt atë muahidin që ka besë, që ka marrëveshje me shtetin islam. E çka do të bën ky person? Çka do të jetë dënimi i këtij personi ditën e gjykimit? Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam thot, la yurah raihatal janna wa inna rihaha la yujadu min masirati 40 kharifa. Ai person i cili mbyt një muahid, ai kur nuk do ta nuhate aromën e xhenetit ditën e gjykimit. Edhe pse aroma e xhenetit mund të nuhatet nga një rrugë e gjatë prej 40 viteve. Prej 40 vite ai i cili mbyt, edhe nëse nuk është musliman, por jeton mesin e muslimanëve siç thash, edhe ki e mbyt ato, ku mes atyre dhe shtetit islam ka marrëveshje, që do të jenë të sigurt, do të jenë të rahatshëm, islami, shteti islam do të kujdeset për këto njerëz, por bile edhe do të ju ndihmon, siç ka ndodhur edhe në kohën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, dhe ki person e mbyt ato. Ki nuk do të nuhate, nuk do të ndjen erën, aromën e xhenetit, edhe pse aroma e xhenetit do me thonë edhe prej një largësie shumë të gjatë prej 40 viteve ndihet. Prandaj muslimani duhet të ketë kujdes shumë çka po flet, a merr pjesë me fjalët e tija, a çojnë ato fjalë në mbytje apo në një zullum. Prandaj pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në një hadith thot, çdo njeri që mbitet pa kur far të drejtë, ma min nafsin yuqtalu dhulman illa kana ala ibn adam al-awwal kiflun min damiha, vetëm li'annahu awwalu man sanna al-qatl. Thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, çdo njeri që mbitet pa kur far të drejtë, vetëm se biri të Ademit të parit, edhe ai merr hise, merr pjesë në vrasjen Kabili. Tash çdo vrasje që ndodh në dinjë, vetëm se Allahu xhelle shanuhu ati edhe i jep hise edhe djalit të parë të Ademit Kabilit. Për çka? Li'annahu awwalu man sanna al-qatl, për arsye se ai ish i pari që e la këtë tradit të keqe, se ai ish i pari që mbiti, ai e mbiti vllaun e tij. Dhe me thonë shiqon e islam, nuk duhet muslimani të lënë gjurmë të këqija në dinjë. Nuk duhet të lënë fjalë të këqija, se edhe pas vdekjes së tij
ato fjalët njerëzit do t'i përsëritin, apo te ajo çka e kalon ai, apo ka ndërtuar diçka të keqe, njerëzit do ta shfrytëzojnë ato. Njerëzit do ta shfrytëzojnë ki edhe pse ka ndruar jetë, ti vetëm do t'i shkojnë gjinahet, edhe ki është një lloj sikur se merr pjesë në atë krim. Apo nëse bën diçka të mirë, përsëri se vapet do t'i shkojnë këti edhe pas vdekjes. Në një hadith që e ka nxjerrë Imam Muslimi nga Abu Dharrin radiallahu ta'ala anhu, anna Rasulallahi sallallahu alaihi wasallam qal: inni la a'lamu akhir ahli an-nari khurujan min an-nar wa akhir ahli al-jannati dukhulan al-jannah. Thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, unë thot e njoh atë person i cili i fundit do të del nga xhenemi dhe i fundit do të hi në xhennet. Fa yaqul nahu anhu kibar dhunubihi wasaluhu an sigariha. Qal fa yaqul عملت يوم كذا كذا وكذا وعملت يوم كذا كذا وكذا فيقول نعم لا يستطيع أن ينكر من ذلك شيئا فيقول يا رب إني عملت أعمالا لا أراها ها هنا فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى بدت نواجذه. Edhe këtë person i cili do të del i fundit nga xhehenemi dhe i fundit do të hijë në xhennet, Allahu xhelleshanuhu do ta thoret e do të thotë melekëve, largonja mëkatet e mëdhaja nga ky person, hiqnja mëkatet e mëdhaja dhe do ta marrim në pitje për mëkatet e vogla. E do t'i thotë Allahu xhelleshanuhu këtij personi, atë kujtohet atë ditë kur e veprove këtë gabim dhe këtë gabim dhe këtë gabim dhe këtë gabim. Ki do të thot, po, or Allah, më kujtohet. E pastaj Allahu xhelleshanuhu, kur do ta urdhron që të hi në xhennet, do të thot, or Allah, mu më kujtohet se kom bërë dë vepra shumë të mëdhaja, dë gjinahe të mëdhaja, por une nuk i gjej ato këtu. Nuk i gjej ato këtu. Në peshore nuk i gjej, as në librat e mi, në fletushka që më janë dhanë, nuk janë ato mëkatet e mëdhaja. Prandaj Allahu xhelleshanu për këto njerëz thot në Kur'an: "Walladhina la yad'una ma'a Allahi ilahan akhar wa la yaqtuluna an-nafsa allati harrama Allahu illa bil haqq wa la yaznun. Wa man yaf'al dhalika yalqa 'athama yud'af lahu al-'adhabu yawm al-qiyamati wa yakhlud fihi muhana illa man taba wa amana wa 'amila 'amalan salihan ulaika yubaddilu Allahu sejjiatihim hasanat wa kana Allahu ghafuran rahima." Thot Allahu xhelleshanuhu, ata të cilët nuk i përshkruajnë Allahut xhelleshanuhu shok dhe ortak në adhurim dhe nuk mbitin dhe kënd i cili nuk meriton të mbitet dhe as që bëjnë zina, e kush vepron vepra të tilla do të ketë dënim shumë të ashpër, edhe ditën e gjykimit do të jetë i poshtëruar përveç të atyre që pendohen dhe bëjnë tobe. Ato të cilët pendohen dhe bëjnë tobe, Allahu xhelleshanu ja u shëndron atyre gjinahet mëkatet e këqija në sevape. Prandaj siç kanë thonë dietarët dhe Ibn Abbas i thot, ki ajet ka zbritur për do njerëz ku në kohën e xahilietit kanë kri mëkate të mëdhaja, kinse pastaj kur udhëzuan dhe hinë në Islam, Allahu xhelleshanu u shliu atyre mëkatet e këqija e u dha kompenzoi me vepra të mira. Por mendimi tjetër është se një musliman, edhe nëse ka qenë për shembull musliman me emën, por ka kri vepra të këqija, mëkate të mëdhaja. Mëkate të mëdhaja i cekëm. Ndoshta ka bo zina, ndoshta ka mbit njerëz, ndoshta ka pi alkohol dhe ka bo të këqija, ka përgoju, ka bo shpifje në mesin e njerëzve, e pastaj kthehet dhe pendohet. Por melekët si melek, nëse nuk pendohesh brenda kohës, i regjistrojnë ato. I regjistrojnë veprat e këqija. Dhe melekët në regjistrat e tyre i kanë tëna vepra që ti i ke kri. Po te Allahu xhelleshanu në Lauhul Mahfuz
Çdo herë kur ati muslimonit i kujtohet se kur ka pi ai alkohol dhe thot astaghfirullah, kom bo gjinahe dhe kom pi alkohol. Sa gjinahe ka pasaj, çdo herë kur pendohet tek Allahu xhelleshanu, ato gjinahet i shndrohen në sevape. Ato gjinahet i shndrohen në sevape. Thot kom bo zina, astaghfirullah, tash nuk ka shtet islam ti pastron këtë gjëra. Thot kom bo zina, dhe zinaja është nga mëkatet e mëdhaja. Dhe këti kur i kujtohet se ka bo zina, edhe pendohet tek Allahu xhelleshanu, sa mëkate ka marrë ki kur ka bo zina, aq ato mëkate i kthehen në sevape për arsye se ki vazhdimisht pendohet. E këtire njerëzve do të thot Allahu xhelleshanu, për këto njerëz do thot Allahu xhelleshanu ditën e gjykimit, do të thot melekëve, largoni nga këto njerëz mëkatet e mëdhaja. Largoja mëkatet e mëdhaja. Iqi mëkatet e mëdhaja nga fletushkat e këtire njerëzve dhe lini vetëm mëkatet e vogla. Do t'i bëjmë këti provë dhe do t'a pitim dhe do t'i bëjmë hesap dhe llogari vetëm mëkatet e vogla. E prandaj ki do t'habitet dhe do t'thot or Allah, unë në dynja kam bo mëkatet të mëdhaja, por tash këtu nuk i gjej ato mëkatet. E pejgamberi sallallahu alaihi wasallam kur e tha këtë hadith më në fund, çka veproi? Filloi të kesh dhe të kesh derisa edhe dhëmballët e tij sallallahu alaihi wasallam u dukën. Do të thonë, atë shumë që po keshi sallallahu alaihi wasallam, saqë shokët e tij i pan dhëmballët e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. S'ka dyshim mbytja e dikujt me të vërtet është prej gjinaheve të mëdhaja. Prandaj me një hadith thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, idha altaqal muslimani bisayfayhima falqatilu walmaqtulu fi an-nar. Qalu ya rasul Allah, hadha alqatil fama balu almaqtul? Qala innahu kana harisan ala qatli sahibihi. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam tha, nëse di musliman takohen me armët e tire, a i tha me shpatat e tire, po do me thonë pa marë parasysh çka është, nëse është do një armë që e mbit qetrin, tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, nëse ato takohen, ballafaqohen, edhe njëni prej tire e mbit qetrin, tha vrasësi dhe i vrari të dijen në xhenem. Vrasësi dhe i vrari, mbitësi dhe i mbituri të dijen në xhenem. Shokët e tij sallallahu alaihi wasallam u habitën dhe than, ja Rasul Allah, hadha al-qatil, ki vrasësi, ki mbitësi, ki e dim se do të jetë në xhenem, fema balu al-maqtul, e çka për atë që është mbitur? Tash ki u mbit dhe ki qetri akoma është gjallë, ki çka e mbiti dihet se është në xhenem, por ki i mbituri çka është faji i këtij, pse edhe ki të jetë në xhenem? Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam tha, fa innahu kana harisan ala qatli sahibi, edhe ki çka vdiq, edhe kish lakmues, edhe ki kish dëshirë me mbit tjetrin, por ai dul ma i Zoti dhe e mbiti, edhe ki e kish atë nijet për me mbit ato, por ki ja gjet momentin ma i shpejt, ma i fuqishëm me kështu me radhë, edhe ki e mbiti to, për ato të ditha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam të dijon në xhenem. Mbitja s'ka dyshim se është prej mëkateve të mëdhaja, dhe besimtari në këtë rast as sesi nuk duhet të marrë pjesë, as me gjuhën e tij, as edhe me një gjys fjale, për atë se kur do takon Allahun xhelleshanu në botën tjetër, do ta ketë të shkruar te balli i tij, i përjashtuar nga mëshira e Allahut subhanahu wa taala. Lusim Allahun xhelleshanu që të na udhëzon në rrugë të drejtë, me kaq e mbaroj hutbën e parë, e qulu qouli hadha wa astaghfirullah.